si lojtarit më të mirë të ndeshjes. I kënaqur, i gëzuar. Po i gëzuar edhe për golin, më shumë jam i gëzuar për 3 pikë, për lojën e mirë që zhvillum, dhe kjo është më e rëndësishme. Ka ardhur dot tek momenti më i mirë që pret apo keni akoma rezerva? Jo, unë si do dhe du që shënoj edhe më shumë gola, mirë jam, në formë dukem, po kjo do të tregojnë fushën e lojës, ndeshjet që do vinë, sepse s'do të kënaqem edhe kaq. Gjithatë sot një lojë jo e mirë e Vllaznisë, por gjithsesi 3 pikët kanë më tepër vlerë. Jo, s'mund të them që ishte një lojë e keqe, sepse se Jo atyre niveleve të më poshtë. Teus nuk mund të them që Teuta luajti më mirë, se nuk krijoi më shumë raste se ne. Por ne ishim pak më të tërhequr, sepse para disa ditë kishim ndeshje me Dinamo dhe shpenzum energji edhe aty. Po luani për këtë kapitenit Bekim Balaj, i cili ka një përvojë të gjatë në fushën e futbollit. Mendoni që po merret diçka nga pozitive nga përvoja e tij? Unë me Bekimin kam 2 vite që luaj, ndjem shumë mirë me atë, kam një kimistri shumë mirë me Bekimin dhe shpresojmë që vazhdojmë kështu të shënojmë sa më shumë gola. Sa beson Dodaj tek 2 trofet e sezonit, kupën dhe kampionatin? Edhe kupa është e hapur, kemi ndeshjen në Shkodër për me Dinamon. Besoj shumë dhe duhet t'i arrijm që ta gëzojmë Shkodrën, sepse po e pret këtë gjë. Pyetje e zakonshme, golin dhe trofeun ku ja dedikon? Golin dhe trofeun dua të dedikoj vetëm çunave të ekipit që luftuan dhe po luftojnë çdo ndeshje. Atyne. Urime për gjithçka dhe sukses.